I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar nënkryetar, të dashur kolegë deputet nga legjislatura 9, ju që jeni këtu në sallë dhe ju të tjerët që po e përcjellni këtë seancë nga jashtë salla e Kuvendit, përkundrejt se do duhej të ishit këtu në Kuvendin e Republikës së Kosovës, shumë të dashur qytetarë të Republikës, të respektuara media që jeni sot këtu në sallë. Si që hapi këtë seancë edhe kryetari i Kuvendit, radha dhe rendi do duhej të ishte që Kryesia e Kuvendit të Republikës së Kosovës të miratonte agjendën e kësaj seance. Rrethanat në të cilat gjendet vendi janë rrethanat të cilat kanë pa parashikueshmëri në raport me një pjesë të fondeve të dedikuara për Republikën e vendit. Ajo çka për ne është shumë e rëndësishme sot është të marrim përgjegjësinë për detyrën e deputetit që e kemi, ta ushtrojmë atë përgjegjësi me nder, por gjithashtu edhe me obligimin që qytetarët e këtij vendi na kanë dhënë. Më e lehta është që të abstenohet ose të mos vihet fare, siç kanë bërë fatkeqësisht përfaqësues të grupeve tjera parlamentare, ata që nuk janë sot këtu, nga Partia Demokratike e Kosovës, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, nga Nisma Social-Demokrate dhe një grup tjetër parlamentar. Megjithatë, ajo nuk e arsyeton ose nuk ju heq përgjegjësinë që e kanë dhe mund ta kenë në formimin e komisioneve të përhershme parlamentare. Agjenda e ditës së sotme përjashton buxhetin për vitin 2026, që është buxheti propozuar nga qeveria, e cila sipas ligjit për buxhetin dhe ligjit për qeverinë, nuk e përjashton mundësinë që ta prezantoj qeveria në detyrë, të gjitha pikat tjera janë pika të detyrës dhe përgjegjësive të deputetëve të Kuvendit të Republikës. Formimi i komisioneve parlamentare nuk bëhet me propozimin e qeverisë. Formimi i komisioneve të përhershme parlamentare bëhet në mes të grupeve parlamentare. Rrjedhimisht, mblidhen drejtuesit e grupeve parlamentare, bëjmë propozimin me radhë sipas forcës politike të fituar në Kuvend dhe konstituojnë komisionet parlamentare. Çka duhet për të vazhduar me mbarvajtjen dhe pikat e agjendës së kësaj seance janë formimi i 4 komisioneve të përhershme parlamentare, të cilat për opinionin publik po e sqaroj, përcaktohen me radhë. E para zgjedh Lëvizja Vetëvendosje, e dyta Partia Demokratike, e treta Lidhja Demokratike dhe kështu me radhë. Dhe kështu konstituohet deri në numrin final të komisioneve të përhershme parlamentare. Pas formimit të komisioneve parlamentare, vjen me radhë shqyrtimi i pikave të rendit të ditës. Kush jemi ne në këtë periudhë të vitit, t'ju mohojmë të drejtën qytetarëve të Republikës, për fonde të drejtë për drejta buxhetore, të cilat humben në muajin dhjetor. Plani i rritjes, pika e radhës pas formimit të komisioneve parlamentare nga Bashkimi Evropian, ka afat skadence, në të cilin në dhjetor të vitit 2025, nëse nuk miratohet, 10% nga 880 milion euro humben, janë pa kthim, nuk mund të kthehen edhe nëse zgjedhjet mbahen me 21 dhjetor, me 28 dhjetor, apo kurdo që caktohen, edhe nëse zgjedhjet mbahen në pranverë, këto mjete humben. Humbet mundësia investimit të drejt për drejt në politika zhvillimore, në agjendën e gjelbërt, në planin e rritjes së vendit tonë. Kush jemi ne t'ju mohojmë të drejtën e 20 milion eurove tjera të mbështetjes buxhetore edhe me projekt, gjithsesi me marrëveshjet nga Banka Botërore. 200 milion euro është vlera e mbështetjes buxhetore, 100 milion nga një projekt tjetër i Bankës Botërore, skadencën e ka në mars të vitit 2026. Ne të nderuar deputet, të dashur qytetarë të Republikës, po ballafaqohemi me kërkesa çdo ditë nga punëtorët e radio televizionit të Kosovës, të vetmi transmetues publik në Republikën tonë, të cilët përkundrejt se ne deputetët kemi marrur pagat e muajit tetor, nuk kanë pagat e muajit tetor.
e ata deputet që nuk ulen sot këtu në salë për të votuar raportin e Radio-Televizionit të Kosovës, le ta mendojnë edhe një herë përgjegjësinë e tyre ndaj 700 familjeve të punëtorëve të Radio-Televizionit të Kosovës. E vetmja mundësi për disbursim të mjeteve Radio-Televizionit të Kosovës është me miratimin e raportit në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe kjo bëhet përmes Komisionit të përhershëm për Buxhet dhe Financa. Dhe prap nuk janë këtu. Dhe prap kjo seancë duhet të vazhdoj deri në momentin kur ata binden për të qenë këtu dhe për të votuar. 3 komuna në Republikën e Kosovës janë pa buxhet të miratuar për vitin 2025. Kryeqyteti, për arsye se nuk kanë arritur që brenda afateve të përcaktuara me ligj të miratojnë buxhetin e vet dhe të përcjellin tek Ministria e Financave dhe të Kuvendi i Kosovës, ku bashkë me buxhetin e vitit 2025 në nëntor të vitit 2024 nuk ka qenë pjesë edhe buxheti i Prishtinës i miratuar në Asamblenë Komunale. Nuk ka kapërcim të procedurës. Nuk ka çdo kapërcim tjetër, çdo nënshkrim tjetër i buxhetit të komunës së Prishtinës, Gjilani dhe Zubin Potoku do të ishte shkelje. Vetëm ky kuvend me mandatar 120 deputet të Republikës së Kosovës ka të drejtë të votoj buxhetin dhe rrjedhimisht të disbursohen mjetet për këto 3 komuna dhe të 3 komuna të kenë mundësinë pastaj të kryen pagesat për kontraktorët, për operatorët dhe natyrisht për shërbime që i kanë për qytetarët. Secili diskutim tjetër, qoftë që bëhet me trajtime përmes prokurorisë, gjykatës kushtetuese nga komuna e Prishtinës, është farsë. Unë shpresoj që ata e din, por nëse nuk e din, ende më keq, se janë këtu edhe për 4 vite të tjera dhe nuk janë të gatshëm të bëjnë zgjidhje për qytetarët e kryeqytetit dhe për tërë Kosovën që derivan këtu në Prishtinë. Dhe përgjegjësinë për këtë duhet ta kishte edhe partia e cila u shpall fituese në kryeqytet. Të dashur deputet të Kuvendit, të nderuar qytetar, të gjithë ju që po na përcjellni. Nuk është kjo që kemi dëshiruar. Nuk është ajo çfarë kemi synuar, por është e mundshmja. Deputetët e Kuvendit të Republikës janë me mandat të plotë. Kuvendi është shpallur i konstituuar. 2 herë të tjerat, kur janë bërë ndalesa për punën e Kuvendit, herën e parë, kur është dashur, ose kur synohej që po bëhej shkelje me Komisionin për votim të fshet, u ftua dhe gjykata kushtetuese dhe u bë akter politik. Këtu, me ne, bashkë, u stërzgjat procesi. Në vend që të ushtrohej detyra e deputetëve të partive të deri tashme opozitare, të votonin kundër komisionin dhe të vazhdonin tutje të procedonin. Prap, herën e dytë, ndodhi me nënkryetarin nga përfaqësuesi nënkryetarin e Kuvendit nga komuniteti serb. Prap u ftue gjykata kushtetuese të bëhet akter politik. Dhe u bën dhe prap u vonuam dhe prap ja ku jemi. Me kuvend të konstituar. Mandatin ton nuk mund t'ja japim dhe t'ja delegojmë gjykatës. Mandatin ton duhet ta ushtrojmë vetë. Vota jon ka vlerë, vota jon ka peshë, vota jon mund të bëjë ndryshimin sot. Mund të konstituoj komisionet e përhershme, mund të votoj marrëveshjet ndërkombëtare e gjithashtu mund të zhbllokoj 3 komuna të Republikës së Kosovës dhe miratoj buxhetin për Radio-Televizionin e Kosovës. Ne kemi mundësi ta bëjmë këtë ndryshim. Prandaj nga kjo foltore sot, i ftoj të gjitha grupet parlamentare të cilat nuk janë prezente, të vinë, t'i thrasin ndërgjegjes dhe përgjithësisë që e kanë. Nuk e kemi për betej politike, marrëveshjet nuk janë për një qeveri, as nuk janë për një parti, janë për të gjithë qytetarët pa dallim, andaj mos t'ju mohojmë këtë drejtë. Nuk janë fonde që mund të kthehen, janë fonde që humben. Ne betejën politike do ta bëjmë në fushat zgjedhore. Por mos t'i kushtoj shumë më shtrejt qytetarëve të Republikës. Se pa ato miratime humben fondet, po do humbet edhe një pjesë ndërgjegjes tuaj që e keni për obligimin politik e qytetar që të miratojmë dhe të procedojmë tutje. Ju faleminderit shumë, i falenderoj të gjithë deputetët që janë në sallë dhe edhe një herë ju bëj thirrje të gjithë deputetëve që sot kanë zgjedhur bojkotin në vendse të pjesëmarrjes që të mendojnë mirë dhe të kthehen dhe të procedojmë me agjendën e ftuar të Kuvendit të Republikës. Ju falenderit.